Me dokumenta ko këshe tipthi topthi. Qka? Mirë, ko ke me dokumenta, po thonë fort. A u kry? Vishë edhe pyetje standarde, mas i paske për vizë studentore. Qka tha njëherë ki me bo atje? Unë studioj antropologji dhe arkeologji, dhe më thonë ku me shku atje bursë. Aha, më duket që kjo antropologjia mirët në diçka me vareza, më duket, ha? Ka të bëj edhe me vareza, është pjesë e profesionit me një farë mënyre. Po, dhe që ata se e desha që është. Allah i le që shtutni. Pse? Me qilë vareza dhe? Ja, bre, ato jenë shumë vjetra. Po që të bjenë me qilë në matazë, atë zotin arrujt, ku me ditë. E kështu gjenazë ty nuk bjenë me la, jo? Ja, ju krejt profesion tjetër. Jo dhe jo, veç tash helbete, mos asi. E shka i bjenë kështu bash profesioni? Po ngëm, antropologjia është shkencë që mirët me studimin e njeriu, dhe më thonë me kulturat e shoqënisë, për të kalumen e në tashmen. Arkeologjia mirët me studimin e njeriut në bazë të analizës edhe zbulimit materialeve kulturore, dhe më thonë, me artefaktet. Bravo të kuft. Që e velule që fari një kemi?